Këta pseudomediat e oligarkisë ta marrin mesazhin, nuk ka asgjë greke, krejt e gjitha shqiptare, dhe që ta kupton që kjo protesta është edhe kundër Amerikës, siç thonë këta, budallet e paguar. Ta janë Amerikanët më të mirë. The best Americans are here. We love American people. Not the ones that they're trying to use or trying to say that we by stopping this madness project, the relationship is going to be in danger. Ju përshëndes çega lart Mallnia, me lart Mallnin. Duke tensionit ta filmoj pak. Ju si krekosët në si hapet mredja, sultani. Përshëndetje shqiptarë për herë të fundit. Isha në kërkim fakt. Kam gjithë ditën që vi vërdall te me pasi qa po ndodh, se kanë thënë që do vinë autobuza greke dhe prishin protestën dhe bëjnë protestën. Dhe ja ku del greku, ky është greku më grek se sa grekët. Ky është ai që po shet Shqipërinë bashkë me atë tjetrin dhe me gjithë klasën politike këto vite. Këto janë ato komunistët. Kjo janë pjella e komunistëve që kanë qenë më parë që ja lanë detyrën këtyre. Edhe po e bënë më smirin atë që po bëjnë. Po e shkatrojnë Shqipërinë. Ju përshëndes fort. Dhe sot do t'jemi më shumë se sa dje. T'jemi për njëri tjetrin, t'jemi për veten, t'jemi për tokën tonë, për atë dheun tonë, për vendin tonë. Jam te nga sheshi në Tereza, presidenca vazhdon rregullon fasadën edhe kjo, siç ka rregulluar fasadën dhe kryeministria, siç është bërë gjithë Shqipëria fasad. Qa do dhe gjoj për shini vetë si jetohet tu. Sonde du t'jem më shumë numër. Ja për shopirë qa ka në gjoj interesante këte. Se thonë që të vinë ato, t'im filtruaj. Dhe t'vi kalitrojës nga Greqia. Dhe në shemi protest. S'ka gjoj që e shem, që ose ne jemi të vërtet. Për atë se qka dalim aty në shesh. Që ose nuk jemi të shidur, apo të blerë. Nga kjo klasë politike, nga këta politikan, nga këta interesatçi, nga këta njerëz që vënë çdo gjë në shitje për interesat e tyre monetare. Këta njerëz kaq tulë, domethënë që s'kan, nuk e di çfarë mund t'i them atyre njerëzve. Njerëz pa fije ndjesie, pa fije njerëzilleku, pas një lloj gjëje, pas një lloj vlere. Dhe shumë e ulët për ne që i pranojmë këta me këtë lloj niveli ku janë, edhe pranojmë që këta na qeverisin, na komandojnë, na drejtojnë dhe tallen me fatet tona. Kjo është shumë e rëndë. Për ne edhe është e patolerueshme. Siç e thash jam te do po i bi Tiranës rreth e qartë me pa çfarë po ndodh domoshta. Me pa këto të infiltruar që do vinë. Dhe këta jam këtu tani tek Politekniku, te sheshi në Tereza. Ka lëvizje, por kryesisht janë tuaj. Ato që kemi më shumë të Shqipëri se sa shqiptarë. Këtu qenga dhe vlla jon. Qenga dhe Ben Kola. Dhe vlla jon Ben Kola. Se thoni ju që këto njerëzit janë ato që paguhen nga interesa tjera, që dalin, organizojnë protesta. Por që këta njerëz, ashtu si unë dhe shumë tjerë, kanë impenjimet e veta, kanë punët e veta, detyrat e veta, që angazhohen për t'ja dalë mban në këtë vend. Po përveç asaj bën dhe detyrë qytetare, detyrë patriotike, një detyrë për shqiptarit vërtet, siç është edhe rasti i Ben Kolës. Jo e keni këtu është në krye detyrës për punën e vet, por ndarë është prapë në krye detyrës për misionin e tij për shqiptari. So first of all, we are at the very end of the boulevard, Polytechnicum University, Mother Teresa Square. So from here, është një nga organizatorët, një nga njerëzit më sa i shohim ne, domethënë nuk është se ai e vuan këtë pjesë që të duket, të tregojë që është ai që e do flamurin dorë, është nga ata njerëz unë e pash vetë që e shpërndan flamurin e tjerët, e shpërndan megafonin e tjerët, shprehet kushdo që ndjehet që është shqiptar, të bëjë detyrën çdo kush nga ne si shqiptar. Beni është një nga ata njerëz më sa e kam ndjek unë prej vitesh, ka qenë gjithmonë për kauza shqiptare, një patriot i vërtet.
Mirë valla. Sorry, how are you? Good. I want to appreciate for that you are visiting Albania, Tirana with Arben Kola. Maybe you know Arben Kola is a patriot of Albania, is an Albanian man who loves Albania, who loves people from Albania, and nowadays we have a lot of cases to love more Albania. Beno, se I kam qikë dhe emocione të pash, për dilja këti, për shia, se ka ndalë to, ju kërkojnë ndjes shumë edhe vetëm 2 minuta të So only 2 minutes I'll speak, so it's about an explanation about people who want to know through his media, which is called PISK. PISK is when you type something like this, so when things are in danger, squeezing, you know? Dalin sa ndekti nëpër median tradicionale, ato që ne kemi bojkotuar, që kemi thënë që s'ka qenë prezent në protestë. Dhe doja një mendim tënd se po dalin informacione që thonë që do të vinë të prishin nga Greqia, do të prishin protestën. Atëherë, që ta kuptojnë gjithë shqiptarët përmes kanalit tanë, që thonë të vërtetën, edhe të falenderoj mirënjohje shumë për atë që po ndodh. Këta pseudomediat e oligarkisë ta marrin mesazhin, nuk ka asgjë greke, krejt e gjitha shqiptare, dhe që ta kuptojnë që kjo protesta është edhe kundër Amerikës, si që thënë këta, budallet e paguar. Ta janë Amerikanët më të mirë. The best Americans are here. We love Americans people. Not the ones that they're trying to use or trying to say that we, by stopping this madness project, the relationship is going to be in danger. Që duke ndalu këtë projektin që është projekti i Ramovicit, do prishim marrëdhëniet me Amerikën. Jo, ja të kemi Amerikan vëlla. Krejt e duan dhe dashuri. Kjo ndodhi krejt rastisht, unë po dilën në Tiranë thjesht me pa, ka element nga ata që do vinë për të prish protestën, por nuk shoh asgjë domun. Nëse ne jemi të vërtetë dhe duam këtë gjë që po bëjmë, gjithë duhet dalim atje në protestë, kushdo në atë formën e vet që e ndjen të vijë aty. Le të lejë këto qëndrimet, mendimet dhe të mos e gjejë si shkak të largohet. Dhe ta kuptojnë që ideja e protestës ka ardhur nga Burnesha, Rjolli, Liçana Kokaj, shtet nga unë, Arilda, Bledar Cakalli, shumë patriot tjerë, Marin Mema, edhe të gjithë qytetarët që kanë qenë bashkë me lëvizjet politike të tjera sen, gjithë shqiptarët e mirë, edhe shqiptarët me sytë hapur, jo ata me sytë mbyllur. Mos u ndikoni fare, mos u ndikoni nga kjo Beno, mos më shumë kohë, do takohemi sonde në sheshin Skënderbej në orën 6. Te Gjergj Kastrioti dhe sonde duhet merret një vendim, duhet bëhet diçka pak më kismet. Do ta shohim sonde. Do ta lëm situatës, po. Në veçanti rinis, ftoj rinin që të vinë sonde. Lidhuni sonde, ftoni miqtë tuaj, shpërndajeni lajmin, gjithandej thoni lërni kafet, lërni kafet, lëni to punët, ne po lëm punët. Unë e thash pak më herët që Beni është një shqiptar, një njeri që mundohet me shumë mund, ashtu si unë e shumë shqiptar tjerë. Me shumë punë, po, te po thonë. Edhe atë natë protesta mbarova në 6:05, në 6:20 isha te policia. Po. Pra, jemi në punë, di përgjigjemi jetës tonë, nevojave tona që kemi personale, familjare, por më e rëndësishmja është kjo puna, kjo detyra shqiptare, patriotike, qytetare, për vendin tonë, për veten tonë, për familjarët tonë, që kanë qenë paktën për vlerësim, për respekt për ato se çka kanë bërë ata për ne dhe për ato se çka duhet lëmë ne për të tjerët, që të na kujtojnë edhe të tjerët për diçka. Kështu që lutojeni si shqiponja të Gjergj Kastrioti me Beni dhe gjithë shqiptarët e tjerë. Fly like an eagle. Falenderoj. Respekte. Rrit zoti, Beno takona sonde valla. Ju pafsh. Realisht miq, ndodhi krejt rastisht që pat që isha këtej po shija nëpër Tiranë se çfarë po ndodh, domethënë pam edhe lart Mallnin Sultanin, ai që është kundër gjithë kësaj retorike ndër vite shqiptare, që ka qenë gjithmonë kundër shqiptarëve, por kanë ata që janë çorrollepsë, se kanë parë, nuk e shohin, nuk duan ta shohin, ose janë blerë, janë shitur, dhe gjithë forma tjera që mos binë përsëritje, ta kumbenin. E pat edhe sonde do ta kemi atje, ashtu siç do të jem edhe unë, ashtu siç do të jesh edhe ti, do të jeni edhe ju sot në sheshin Skënderbej. Duhet diçka pak më fort, shohim se çfarë do të bëhet sonde. Do të merret një vendim. Nuk duhet të jetë një protestë, pak për mendimin tim një protestë gjysmë orë, 1 orë, 2 orë apo 3 orë, këtë diçka që çdo ditë duhet vendosi diçka për ne. Jo thjesht vim dalim edhe kaq, domethënë duhet bëhet diçka, duhet merret një masë, duhet bëhet një lëvizje, të kuptimin që këta do të bëjnë një lëvizje, do të ikë dikush, do të bëhet një ndryshim, diçka. Nuk jam unë ai njeriu adapt që ta them këtë, do të jenë njerëzit atje, se po ta them unë, ndoshta do lexohet pak mbrapsht thonë që
ky pas ka dalë edhe ja pas ka thënë dikush edhe i pas ka qarta gjërat. Nuk kam asgjë të qartë. Thjesht jam për këtë situatë, për të se çfarë po ndodh në Rjoll, për të se çfarë po ndodh në Zvërnec, për të se çfarë po ndodh në portin e Durrësit, për atë se çfarë po ndodh në gjithë Shqipërinë, çfarë po ndodh me pronën shqiptare, çfarë po ndodh ndër vite që po ikin shqiptarët me vendin tonë, ne që po jetojmë këtu, ata që e dinë shumë mirë që kanë ikë jashtë Shqipërisë, janë diasporë, ata e dinë më mirë se sa ne, se e kanë provuar të dyja, edhe situatën këtu edhe situatën tjetër, sa vështirë po ja dalin aty ku janë, dhe se sa madh, sa dhimbje kanë për këtë tokë që kanë lënë, sa shumë janë ata që duan të kthehen sërish këtu. Kjo është ajo, këto janë ato arsyet e forta që ne duhet të jemi bashkë, duhet të bashkohemi pas një lloj diferencë. Nuk duhet leni hapësira për përçarje që të na ndajnë me njëri tjetrin. Gjithë secili në formën e vet, në kauzat e veta, mendimet e veta që ka dhe ta shtym akoma më shumë, ta shtym akoma më para dhe të jemi gjithmonë bashkuar, ku që zi, të jemi shqiptarë, jo me nota nacionaliste ose këto siç bëjmë gjithmonë. Vazhdimisht kur ka koncerte, kur këndon një këngë kuqezi apo kur ka futboll dhe kur luan Shqipëria, kur gjëra të tjera. Kjo është ajo që ne duhet të jemi bashkë, të shporim këto maskarënjë që dele tallet ai me ne. Dele fut për çarje fetare, s'kan as të, jo po janë këta, janë ato lojrat e veta, këto fasadat që bën. Ore, shihet qartë, nuk e dëgjoj dot më Ramën, ose këto të tjerët jo. Nuk e dëgjoj dot më. Jam lodh, më vjen për të vjedhur, nuk më vjen për shtirë kur i dëgjoj, dhe nuk e lejoj dot vetes që të pranoj të mashtrohem nga këta. Më duket fare pastër, fare qartë e gjithë gjëja. Ju përshëndes, i du fort gjithë ju që e ndjeni, dhe gjithë ju që keni qenë dhe jeni këtu në këtë protestë. Realisht nuk di asgjë se kush është mbrapa. Ndoshta mund dalin nesër do të më thoni që ora dole ka protesta shive shërbeve, nuk di gjë. Jam me pastërti se është nevoja për me bë diçka. Është nevoja për të bërë diçka, është nevoja për të lëviz. Është nevoja do t'i kthehemi vetes, ktheuni vetes, ktheuni këtij vendi, ktheuni familjes. Këtë kemi thënë edhe prej vitesh me ato se çfarë mundu të bëj unë me kanalin Pisk, me ato videot që bëj unë. Këtë thirrje kemi bërë gjithmonë. Kështu që hajde, bashkohemi, hajde atë thirrje ta bëjmë gjithë një zëri. Hajde të spastrojmë veten nga dyshimet, nga gjërat ose nga implikimet, nga këtë viruset që na kanë futur me njëri tjetrin, këtë ushqim të keq që na kanë dhënë ndaj njëri tjetrit. Sonde ora 6 të sheshi Skënderbej. Jo vetëm sonde. Derisa të arrihet diçka që të kthehet vëmendja e popullit. Këto po tallin trapin me ne. Shkurt fare. Po tallin trapin keq me ne. Sonde 6 të sheshi Skënderbej. Ju pres juve.